Fakti që i kini pushtet me 51.1%, me ndonë se i duhet mi pas krejt, edhe ti i din krejt. Tash jena në qatë situatë. Nuk është ndryshu një gremin e importit që ka shku për shumë një janar, mbi 1 milion euro në ditë janë bojnë. Prej vitit kalum, deri më tash e kena një parti në pushtet që kompromisin politik e humbje. Pra në moment kër është humbjen në kompromis politik, atër eviton me një formës e tjetën edhe bën betije në gjykatë kushtetuse. Plus asaj, unë me sa kom po me këtë qeveri, këta e shohen institucionet si diçka tuaj. Pra, në institucionet venit po i shohin si tuaj. I përdorin vetëm në prapavi politike për qëllimet veta. Nëse në institucionet është tuaj, që kjo vjen edhe nga historia e venit tonë, por në rast se kini pushtet që vetë institucionet ishe si diçka tjetër, si me qenë të kombit tjetër, atër nuk punon për to. Edhe vjen nga zgjedhjet në blokad. Nga blokada në zgjedhje me arbitrin politik, me arbitrin kushtetues si që është gjykata. Po kjo nuk në dimenzion gjatë nuk e zgjedh situatën që është tash. Po, e preset një vendim të tillë nga ana gjykatës kushtetuese për pezullimin dhe apritet tani edhe kjo mas, por edhe deri një vendim gjykatës ta thelloj këtë krizën politike dhe institucionale tutja jo. Gjykata kushtetuese është e bua që ka pritet me bash. Mekanizëm i domosdoshëm kjo masa mbrojtëse, në mënyrë që në qetësi që atyre ju nevojitet me marrë një vendim politik edhe në të njëjtën kohë për sa ditë që presin vendimin politik, askush mos të nis me as konfrontim politik, po as me qëndrime pa pas dijenin e mjaftueshme. Tash edhe qysh edhe po flitet, janë bërë shumë ekspert të gjykatës kushtetuese. Mendoj që është mirë mu përmbajt deri me datën që e kanë caktuar ata. Pra është mekanizëm i domosdoshëm, që thash, është prit, edhe është mira ma e mirë, dhe mirë i shkonë që ti shkonë sa ma shpejt, ma herët, po me qenë se është edhe data që e kanë caktuna, ata sigurisht e respektojna, po zgjidhja përfundimtare është jo me shku nga blokada në gjykata në zgjidhje. Zgjidhja e tërë kësaj pune është me kuptu që bashkëpunimi nuk do me thonë gjithmonë humbje, që bitejat politike nuk janë gjithmonë me një pushtet monopartiak. E kena po, e na dëshmitar që pushteti prej një partije nuk është për cilën do parti tash po flasë. Se e kena po me këtë përvoj, që nëse ke kuvendin, komisionet, qeverien, atër ti mendon që i ambivalent, i gjithë pushtetshëm. Edhe kjo nuk e qënë vendin për para. Fakti që i kini pushtet me 51.1%, mendon se i duhet mi pas krejt, edhe ti i din krejt. Tash jena në qatë situatë. Pra, gjykata kushtetuese, nëse jep edhe 60 ditë këti, unë e dyshoj shumë që për 60 ditë ka më mundu me pru një emën që është i pajtimit nga gjitha partit politike. As nuk është mundu me gjithë zgjidhje, tjetër është që ka mashtru Albin Kurti, por nuk është që është mundu me gjithë zgjidhje. Nuk ka mundësi që një ngjarje me para pa, pra me di që kemi përfundu në gjykatë kushtetuese, mos me punu në drejtim, edhe në fund me mendu që komentarët rezultat tjetër. Tash masi me të vërtet përfundum në gjykatë kushtetuese, po japin interpretime tjera, kur vetë kanë thonë që me datën 4 mars, 5 mars, kemi përfundu në gjykatë kushtetuese. Kjo është mashtrim politik, i llojit që se kena po më herët, po në këtë teatr që po e bën kë, është mirë me po krejt na, edhe me ditë që me votu pajtim politik. Pajtim politik po thëmë që asnjë partije mos me pas, as që ma pak vetëvendosja një pushtet që i kap me president me 80 vetë ose 70 deputet një pas. Pra, nuk është veç kuvendit që nuk është funksionar, se ZRE-a i ka regullat e veta, ligj thuhet që ajo bëhet për me mbrojt konsumatorin. Veç konsumatorin e këna po që nuk e mbrojnë. Ose kej biznesit, ose është individual. So, malverzimet kanë ndodhur tash, prej Keko, deri te Keci, edhe nuk është marrë, nuk janë marrë masa dona, edhe nuk është ndryshu një gremin e importit që ka shku për shumë një janar, mbi 1 milion euro në ditë janë bojë import, edhe tash shkort mbi 750.000 euro import në ditë. Po me 51.1% në këtë qeverisje që kemi pa dhe në kalume, nuk është se kishim pas shumë ndryshim. Se me këtë lloj numrave janë kap edhe institucionet publike. Pra, kur mesazhet e diktojnë një pozit në institucion të kinse të pavarur, si që është, për shembull, KEK, që është në kompani publike ata, janë po edhe kost. Edhe ZRE, është shumë e vështirë me ndryshu agjendat, se edhe në komision numrat i kanë më shumë, edhe në kuvend numrat i kanë më shumë. I kishim bo për shembull në shkrimet, për me i thirë,
po është e vështirë mi dërgu në shkarkim. Pra, nëse është një kërkesë së do në kësha pas, është me votu për konsenzus politike që me bo pa tjetër të kushdushëm, e jo me i dhonë për shembull një partije pushtet që me ndonë se e ka absolut.